Selam aleikum hoq. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Një këshill për ata që nuk e falin namazin. Muhamedi sa është pyetur një herë për veprat më të mira. Dhe ka përmend për veprat më të mira dhe më të dashura tek Allahu është as-salatu ala waqtiha, namazi që falet në kohën e tij. Shikoni vëllezër të nderuar. Allah e ka lidh namazin me kohën e vet dhe ka thënë në librin e tij më lart se me të vërtetë për besimtarët namazi është bë obligim në kohën e caktuar. Prandaj, besimtari me këtë vepër që e bën, fiton shumë sevap, sepse është i përpikt në faljen e namazit fillimisht dhe pastaj në faljen e namazit në kohën që Zoti e ka caktuar. Dhe këto dy gjëra janë çështje të cilat ne duhet vazhdimisht i kemi në kujtesë dhe ta dimi se një prej veprave që më së shumti do Allahu është namazi në kohën e tij. Pra hoq duhet gjithmonë orën me këshir para se me thirrë zoni, që t'jena gati t'jena. Duhet me qenë gati çdo herë për namaz. Sikur se jemi gati kur jemi duke udhëtuar dikund, i kemi vë gati këtë me biletën, me valigjen, me këtë gjëra tjera, ashtu duhet me kanë edhe çështja e namazit. Duhet me kanë më të përpikt në respektimin e orarit të namazit se sa çështje e tjera të cilat në kësaj dunja, sepse namazi ta garanton lumturinë në këtë botë dhe shpëtimin në ahiret. Allah shpëlbeft. Amin.